Dikush do thotë që shiko, jemi shtet i varfër, nuk kemi financa. Ka dhe një thënie shumë të trisht. Kur je i varfër, mund ta kesh drejtësinë të manë, sepse drejtësia do para. Nuk kam gjetur njëri më adapt për të folur se sa me zotrin avokatin e nderuar Eugen Beqi, ish prokuror. Shumë e rëndësishme kjo. Ne jemi përqendruar kryesisht ke prokuroria e posaçme, ç'po ndodh, çfarë s'po ndodh. Jo, të merri më i madh është gjyqësori në përgjithësi, nuk është prokuroria e posaçme. Me pajtimin e prokurorëve dhe gjyqtarëve, ne kemi cënuar në mënyrë të drejtë për drejtë cilësinë e drejtësisë. Dhe duke cënuar cilësinë e drejtësisë, sigurisht cënon ato që quhet siguri juridike, se duket fjalë e madhe siguri. Ato që ne shpesh edhe themi, mungesa e shtetit, dikush do e plotësoj mungesën e shtetit. Dhe kush e plotëson vetë gjyqësia. Unë mendoj që nga Sali Berisha, nga Edi Rama, që për mua është e keqja më e madhe e këtij vendi, nga Ilir Meta, nga Enver Hoxha, në fund të jetës ti kur ka shumë eksperiencë, të shkosh edhe e ke manual politik, e ke manual juridik, e ke manual nuk e di se ç'a manuali. Pra i thu, nga këto gabime që ke bërë ti, me dashur apo pa dashje, ma nxjerr dot sintezën e kulluar se si unë ta çoj para. Sepse është eksperiencë dhe kur bëjnë gjyqet në përzyra. Kjo është transparenca. Ndërhyri reforma në këto element që thashun? Zero.